mbetet i vetmi solucion, vetmi alternativë, vetmi zgjidhje që me një subjekt tjetër politik që në këtë rast është LDK-ja, fituesi zgjedhjeve të ketë kontakt dhe të bëjë një zgjidhje që qoftë një marrëveshje vetëm për presidentin, në mënyrë që pastaj të tjerat janë të zgjidhshme. Çështja e numrit dhe votave për zgjedhjen e kryetarit në kryetarëve, pra ekziston, marrëveshja ekziston në kryesi të kuvendit për votimin e pako, ndërkohë që sa i përket qeverisë po ashtu, numrat e fituesit ekzistojnë. Pra çështja e kyçe e ngërçit është pikërisht çështja nyja kryesore, pra gordiana siç thuhet presidenti. Patjetër që mund të zgjidhet çështja, mund të ketë zgjidhje, mund të ketë opsione, mund të ketë alternativa, variacione të ndryshme, vetëm se duhet vullnet politik i shprehur nga këto parti politike, të cilat për fat keq po luajnë lojën e nuk e di të kujt, por jo lojën e duhur politike dhe rolin e tyre, përgjegjësinë e tyre që kanë si institucione, pra partitë politike të rëndësishme për të krijuar institucione në këtë rast,